Kjo është kontratë borxhi. Mes teje dhe? Mes meje dhe Zotit Pacolle. 100.000 euro. Unë dhe bashkëshortja ime Lirdona kemi blerë një shtëpi. Borxhi juaj i përgjithshëm në atë bank është 219.296.77 cent. Është kjo kontrata që e ka lidhë me Behçet Pacollin? Shë pjesën lartë Naim? Pjesa faqën e parë, po e ki? Po. Kjo është kontratë borxhi, e vërtet. Por mes teje dhe? Mes meje dhe Zotit Pacolle. Në rregull. Shuma? 100.000 euro. Në rregull. Dhe thot këtu, ka normë interesi vjetor për 0% dhe nuk tregon kur ka qenë përfundimi i kësaj borxhi. Afati se keni para po afatin e shtyrës borxhit. Okej. Do të thotë ky borxh ekziston. Ka ekzistuar po. Por është shlyer në mënyra të tjera. Është ky dokument zyrtar që ju keni borxh. Por është një parakontratë. Nuk është dokument i noterizuar, por është një parakontratë. Në nash zakte. Me kërkesën tonë në bankën BKT kemi pranuar raportin me 31/2024 që borxhi juaj i përgjithshëm në atë bank është 219.296.77 cent. Siç e kom përmendur herën e kaluar, unë dhe bashkëshortja ime Lirdona kemi blerë një shtëpi përmes kredisë në BKT. Do të thotë, ajo shumë është kredia e shtëpisë. Dalje të duk. Është borxh ky, a quhet borxh? Ka dallim. Sepse vetëm pak. Aha. Po, ka dallim, po. Sepse ajo kredi ka qenë shtëpia në hipotekë. Okej. Ka dallim sepse ajo nuk e pagun ta merr shtëpinë. Sepse gjatë vizitës së hetuesve në njësinë e paraburgimit, ju hetuesve i keni thënë se si keni borxhe private, pra dhe keni cekur. Andi Gecit 6.000 euro. Është e vërtet kjo? Aki procesor të asoj. Pitëm e zdalje të tačno. Imamo poseban izvještaj. Kemi raport të veçantë të policisë ku është cekur kjo. A ki përgjigje për këtë? Jo, s'kam. A keni deklaruar pranë hetuesve që keni borxh në hotelin Swiss Diamond prej 3 deri në 5.000 euro? Jo, nuk kujto. Znači tog dana se ne sjećate ništa što ste rekli.